Fëmia me autizëm, ashtu si çdo fëmijë tjetër, ka nevojë të jetë i parë dhe i pranuar nga të rriturit. Fëmia me autizëm nuk duhet të jetë parë si fatkeqësi e prindërve. Është ai që e ka vështirësinë dhe jo të rriturit. Nuk mund t'i kërkojmë shoqërisë të pranojë atë që vetë familja nuk e ka përqafuar. Autizmi fillon të kuptohet aty ku nis dashuria, në familja. Çdo intervistë më ka kujtuar diçka shumë të thjeshtë. Autizmi nuk është një kufi për ëndrat e një fëmie. Kufiri qëndron shpesh tek mungesa e informacionit dhe paragjykimet. Dëgjoj me zemër. Një zë që flet me zemër në ekran mund të jetë shpresa që dikush pret ta dëgjojë. Çdo histori e rrëfyer mund të jetë një përqafim i ngrohtë dhe një mesazh kurajos për çdo prind që nuk dorëzohet. Dhe nëse qoftë edhe për një herë të vetme, ja kemi dalë mban ta bëjmë dikë të mos ndjehet vetëm, atëherë kemi bërë diçka që shkon përtej televizionit. 2 prill, dita ndërkombëtare e ndërgjegjësimit ndaj autizmit, Fondacioni Fëmijët Shqiptar.